Edhe pse samiti i së mërkurës me shtetet e Ballkanit Perëndimor do t'i paraprij takimeve 2 ditore të liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel, ky rajon nuk pritet të jetë në qendër të vëmendjes. Në një intervistë për TV Dukagjini, analisti i politikave të BE-s, Johan Veik, tha se bloku 27 antarësh është duke e vendosur Ukrainën para shteteve të Ballkanit Perëndimor në procesin e antarësimit. Nuk do të them që Bashkimi Evropian po e neglizhon, por duhet të ketë më shumë vëmendje për ato që po ndodh në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Ka disa fërkime të cilat potencialisht mund të çojnë në vonesa enorme në procesin e antarësimit. Kemi dëgjuar më herët këtë vit Kaja Kallasin, teksa thotë që nuk ka rrugë të shkurtë për antarësim në BE për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Kjo është në kundërshti të plotë me atë që dëgjojmë për situatën me Ukrainën. Por Veik nuk e përjashtoi një skenar si me Turqinë, si për shtetet e Ballkanit Perëndimor, ashtu edhe për Ukrainën. Duke përmendur formën e vendimmarrjes për antarësim në Bashkimin Evropian, ai u përgjigj lidhur me mundësinë që Kosova të lëvizë përpara në këtë proces, duke përmbushur një anshëm obligimet e saj dhe duke lënë Serbinë prapa. Do të ishte ekstremisht vështirë, por do të ishte definitivisht një shenjë pozitive nëse Kosova vepron sikur Shqipëria, sepse Shqipëria po bën hapa të mëdhenj për t'i demonstruar Bashkimit Evropian se është partner i besueshëm, se po punon shumë për të bërë antare e bllokut. Kështu që nëse Kosova, e cila ka lidhje tradicionale me Shqipërinë, i bashkohet një përpjekjeje dhe ndoshta bën një lloj koalicioni, ka më shumë ndikim në procesin e vendimarrjes së Bashkimit Evropian. Pengesë në rrugën e Kosovës sipas Veik, krahas dialogut të papërfunduar, janë edhe qëndrimet e disa prej shteteve anëtare jo njohëse. Në orët e mbrëmjes të së mërkurës në Bruksel, mbahet samiti BE Ballkani Perëndimor, ndërsa të enjtën takohen liderët e Bashkimit Evropian.